mënyra jetesës qyshe jetojnë kafshët, ish dasht me qenë shembull edhe për neve njerëz. Shkaku që gjatë ditës ne duhet të jemi vazhdimisht në lëvizje, siç është dim sot në këtë kohën moderne, nuk jemi as në lëvizje sa kish dasht me qenë, kështu që vetëm ajo nata, gjumi na bën atë përbashtën që duhet ta bëjmë edhe kafshët edhe njerëzit. Pse në natyrë shohim shumë rrallë kafshë në mbi peshë, ndërsa kjo nuk është edhe të njerëzit, se mbi pesha është bo kohëve të fundit shumë e zakonshme të njerëzit. A mundesh më na tregu dallimin te kjo pikë? E dim se në natyrë asnjëherë nuk shohim kafshë që janë mbi peshë. Domethënë gjitha kafshët i shohim në formën ideale që ato duhet me pas, ndërsa tek njerëzit i shohim që ka shumë njerëz, edhe shumica prej njerëzve janë mbi peshë. Pikërisht është kjo ajo aktiviteti ditor, se kafshët gjatë ditës lëvizin, kërkojnë ushqim, kërkojnë mbijetesë, pikërisht ajo është edhe qëllimi i kafshës, ndërsa njeriu është ma pasiv, shkaku që tash ne nuk luftojmë për, edhe nëse luftojmë për atë mbijetesën, luftojmë në për puna që janë në zyre, puna që s'kan bëjnë me lëvizje, edhe pikërisht kjo e bën njeriu që të ketë mbi peshë. Mungesa e lëvizje, mungesa aktivitete fizike që në realitet kafshët i kanë vazhdimisht.